Të dashur miq të televizionit Nova, kthehemi këtu me mysafirin tonë, do thot zotëria Adnan Merovci. Zotëri Merovci, ishim duke biseduar rrugtimin, do thot me Rrugovën. Keni qenë plot 10 vite afër ti, na tregon se si kanë qenë ato vite, a ju ka mungu jeta e privatësisë juve, do thot duke qenë afër presidentit, apo ka qenë thjesht një kënaqësi që jeni afër ti? Tash në fakt këtu janë disa momente, edhe nostalgjit sot kur më kapin janë të përzira, sido që tjetë një nostalgji për atë motivin edhe atë ndjesin ndaj një veprimtarie me një njeri që ka qenë Rrugova shpesher mermalli. Mos u kthefta e kohë, sepse kanë qenë kohëna të vështira dhe populli shqiptar ka vujt, por megjithatë, sa i përket motivit ka qenë plot. Nuk kanë qenë kohëna të lehta për një aktivitet çfarë ka bërë Rrugova. Rrugova ka qenë njëri i pranum, i paqës, i qetë, por me punu me te nuk o konë bashkëlit, i letë, sepse ka qenë njëri, si që themi ne, me një orën e ka pas trondë, ka qenë njëri me një autoritet shumë të madhë. Dhe kur je me te, atëre ti vetë kontrolën e ke shumë të madhe. Por në anën tjetër, aj ekstremisht ka bo momenteve mundit i lirë. Dhe tani këtu është aj balansi ku ti dush me bo si njëri afër ti me një përgjithësi. Rrugova ka pas Kosovën përgjithësi, e ka pas politikën, e ka pas popullin. Po me gjitha të Rrugova ka qenë një njeri, një individ. Dhe afër ti kam qenë une. Dhe njeri ju maj afërt, pse mësë me thonë tani edhe fizikisht, nga fiziku i ti ka dal ideja, ka qenë vetë Rrugova. Por tani, momenteve caktume, do me thonë, kam qenë vetë dije të një përgjithësie që e kam, sepse definitivisht njerët e parë dhe njerës të afër, se une kam qenë afër ti edhe kam qenë i vetëmi maj afër ti, po unë kam qenë edhe i shoqëruar me grupe dhe njerëz, kam pas edhe njerëz tjerë, sepse aktiviteti im shquhet në aspekt logjistikës, sigurisë, transportit, por edhe pjesa tjetër protokolare, ndërmjetësimit takimeve, po edhe shumë herë dhe ndajave dhe pjesëmarrjes në takime, ose le të themi mendim dhanjeve, sepse Rrugova ka kërku mendime, edhe pe shumë kujt ka kërku mendim ndonjëherë edhe pe shoferit vetë, por nesja kemë dhonë drejten vetit me këshilue. Por mendime kemë shprejnë ndonjëherë. Dhe duke qenë kështu ne mendim mirë dhe nuk ka qenë letë, por me gjithate ne mendoj se kemë përmbyll një aktivitet edhe njerëz të rrëthi. Zotëri Merovci, me vetëm bane do thot një libër ku na keni ofru do thot gjithë kombit shqiptar, presidentin Rrugova, do thot si që keni pohu do thot nga gjysëmetërshi. Na trego se çka përmban ky libër. Ky është një libër që e kom punu dhe është ka vite që është bo. Unë jam përgatitur libreve tjera të caktuara. Tja drejtojmë do thot edhe kameramanëve tonë? Po, kjo është libri Në hap me Rrugovën është titulli. Pak është i ilustruar edhe fotografia një farë koincidence e punuar prej një mjeshtri Hazireka. Dhe kjo është e bom bulgarike fotografi që stendel të shku në një takim në Turqi, në Ankara, jemi ndalë për kafe. Dhe përputhet pak titulli me fotografim, por në fakt këtë titull nuk është veç, nuk më tako mua, nuk është që unë kam shkru dhe kam thonë në hap me Rrugovën jamon. Në hap me Rrugovën ledzu se më në me kuptu si një doktrinë, si një këshill, si një mesazh, si një pyetje, është i lirë. Libri ka 500 faqe tekst, 100 faqe i ka fotografi në dy antë, dhe fotografi shumë, dhe ka dokumente autentike, do me thonë, si që ka komuniku Rrugova, çfarë letre i ka quë burshtetasve shtëpisë të varë parlamentit, Vatikanit, edhe disa gjana, komunikata tu që kësë ka, të komunikime dhe fotografi, ka fotografi edhe me presidentin Gligorov, sepse Rrugova ka pas një marrëdhënie edhe një komunikim me Gligorovin në atë kohë, dhe mendoj se ky libër ka edhe ilustrimet rrugovizmit, sepse duke qenë afër ti unë e kom qitë 140 ilustrime, ku mendoj që ato janë karakteristika që unë i kom pa në 10 vjetë e mija, ka rrëfime të autentike, do me thonë, prej dorës të parë që ka i ka pasyt e mi dhe i ka ndëgju. Kryesisht është një libër faktologjik, unë nuk kom pretendu dhe nuk moj, as nuk di, nuk jam i aftë me mujt me zbërthy figurën e Ibrahim Rrugovës, por unë e kom ilustrue. Tani jam në përfundim edhe 2 librave tjera që janë në mënyrë detale e përshkruajnë çështjen e konferencës Trambujes, ku unë kom qenë sekretar teknik i delegacionit shqiptar, dhe të bombardimeve të NATO-s, gjithsesi arrestit shtëpiak të Rrugovës, janë si 2 ditar dhe libra kogja të mirë dhe voluminoz, jo që nuk shkruaj për ato ngjarje në këtë libër, por ato janë të detajuara. Dhe unë mendoj se lexuesi ose
publiku nga ky libër mund të marrin informacion dorës të parë, nuk them se më takon mu, po kritika e ka vlerësu pozitivisht. Nuk kam dëgju diçka ndonjë vlerësim eklatant. Okej, ka njerëz që ka edhe për motive ndoshta edhe xhelozis, me thonë, apo shkruaj ka libër, apo di ka me shkru, sepse rreth një njerit të madh zhvillohen edhe fjalë të ndryshme dhe për njerin që ka qenë afër tij. Kështu që në përgjithësi është vlerësu pozitiv dhe mu m'jep kurajo kjo. Mirë, po promovimi i librit është duke ecë shumë mirë, gjithandej pam disa promovime të cilat janë bërë dhe jashtë Kosovës, kur po planifikohet në Shkup? Une librin e kam promovu në shumë vende, edhe pse ka kalu disa vite që është, por a di si çështja e librit shkon pak me një ritëm ngadalë. Ky nuk është një libër i çastit i momentit, nuk është një hit, le të themi në thojza, nëse guxoj me thonë, po estrada le të më falë se kam mitësi edhe une jetën time kam me njerëz të estradës si mitësi, nuk është një libër tallavat që i bëhet dhe ka një jehon, ky është një këngë, nëse i kthemi këtij simbolit, mendoj me vlera dhe që ka të qëndrueshme dhe duke qenë ashtu libri shkon ngadalë duke u lexuar dhe duke e pa njerëzit, kështu që kurreshtja për libër është rrit më shumë. Fillim ka qenë një pauzë dhe tash është ngjallë shumë, si duket për shkak edhe vetë vlerave të rrugovës dhe kërkesa për promovim, domethënë. Unë kam bënë një promovim të vogël në Shkup, në librarinë e Qarshis në Shkup në Bit Pazar, por ka qenë një karakteri pak, le të themi, që shitojnë këta në muzikë, kamertal dhomës, por ka qenë shumë mirë. Jo i për masave të cilën e ka vlerën libri. Sepse une në promovim jam pak më ndryshe. Nuk vi si autor me folë që është flasin autor të librave, sepse edhe nuk jam një autor si ata. Une jam një njeri që e kam shkru një rrëfim timin dhe librin në promovim më tepër është interaktiv me interkomunikim. Njerëz me shpreh mendime, shpeshherë nga ato promovime nxjerr edhe fjalë. Kam promovuar në Shkup, në Prishtinë, Dijet, Tiranë, në Lçen, Stuttgart, në Ankara, në Hamburg, Evropë, vende të ndryshme tani, mos më njoh në qytete të ndryshme, me dëshirë kisha me bëni promovim të mirëfillt në Shkup, le të themi ose të përmasave më të mëdha, por i vi koha, domethënë edhe asaj punë. Sot më si pikthehemi, do thotë përveç librit ju keni njiheni, do thotë edhe si shqiptari i vetëm i cili ndoshta keni një material të gjezuar, do thotë dikun mbi 800 orë, mos gabojmë. Çka përmbajnë ato orë, do thotë diçka për shikuesit? Po unë kam një arkiv, video arkiv. Kur them video, është video arkiv, po ka edhe foto arkiv dhe kam arkiv të dokumentave. Dhe 90% tyne i kam digitalizuar. Pasioni ime ose hobi im është kamera dhe ka qenë. Dhe duke qenë e tillë, unë në fillim rrugovës ju kom afru me një kamerë dhe nuk e kam lënë lëvizje pa shenu ti. Pastaj jom kyç mas një kohë të shkurt dhe kamerën ja kom lënë dikujt tjetër. Dhe në atë kohë kamerat kanë qenë shumë deficitare. Nuk ka pas kamerë në vitin, ti me pas një kamerë vitin 88, 89. Në aso kohë magnetike që kanë qenë me kaseta, ka qenë këgja privilegj, se fillim e shqitjes ka pas dhe nuk është lejuar në rrethanat Kosovës ti me pas një kamerë. Ka qenë gjatë që provokative për regjimin që ke mujt me pësu sa një armë me ty gjatë me pas. Dhe kjo më ka bo që unë e kom materiale shumë autentike. Dhe për këte, unë e po, si që thash, dykun rreth 800 orë i kom dhe i kom digitalizu, kom me mia fotografi dhe kom me mia dokumente. Dhe tani mund të thuhet, ka këto, pse të ti, qysh të ti. Ky ka qenë investimi imi privat dhe kjo është një arkivi imi privat. Në kohët luftës, ose para luftës e kom konzervu dhe kom më shef dikon dhe fati ka dashur që lufta s'ma ka shkatru dhe unë këte po e shfrytëzoj për të punu vetë, po punoj dhe normalisht që në fund unë këto do t'i dorëzoj në arkivin shtetënor të Kosovës, pse jo edhe në arkivin shtetënor të Shqipërisë, sepse unë i ruj me një fanatizëm, po me një fanatizëm racional. Dhe po mundohem vetë një herë t'i qes do produkte nga këto. Jam duke punu tash një film dokumentar për Rrugovën dhe edhe filmi quhet Në hap me Rrugovën dhe është i bazuar në këtë libër. Jam ka fundi, sepse kom materiale në bashkëbisedime, kam marrë bushtetas dhe bashkëpunëtor të Rrugovës, anë kanë edhe botës. Amerika më kam bete pambulume, por edhe Amerikën të shoft tani. I pata disa premtime, por nuk më ecën njerëzit, pak premtuan dhe nuk
realizuar, por tash duhet përvishem vetë, sepse kjo është një iniciative imja private. Domethënë deri më tani nuk do të thotë që unë kom kërku dhe s'kom pas përkrahje, jo, por nuk kom kërku fare, kom hec vetë dhe normalisht që tash ka dhe vështërsi se edhe kërejt kjo ka një kosto dhe duhet një buxhet shtesë, sepse flitet për një dokumentar, një film dokumentar, dhe më thonë, ku ka, nuk them që i mirë, po kogja i pasën me material. Zotër Merësoj, për ta treguarat për kushtimin tuaj ndaj presidentit Rugova, disa herë keni potencu se unë jetën do ta japsha për Rugovën. Po tani, kjo është, e kuptoj, une për Rugovën flasë kogja ftoft, sepse motoja imja është me njoft Rugovën, jo me dasht. Une ka edhe, le të themi, qarqe grupe që më kritikojnë shumë, edhe jam i vetëdijshëm për ata, se tërhjekja dhe vendimi për të tërhjeku në vitin 2000, njerës që ka bo me dilema, po ka dhe njerës që shkojnë në ekstrem. Ka për shembull njerës që ka 20-25 vjetë, për më thonë 30 vjetë, që në kohën kër unë kom punu ka qenë fëmi, dhe tani dele e komenton ose e thot një ngjarje, po tani rast me, se dje ka qenë, par dje ka qenë 24 vjetori zgjedhjes presidentit Rugova. Ku me 24 maja jo zgjedh president 92-ën, dhe unë kam qenë njeri në krye të gjitha aspekteve logjistike, teknike, të sigurisë ti, e tash del njeni dhe atje thot, si Adnani po flet kështu, ku në një mënyrë mundohet personalitet në Rugovës me mbrojt për me. Dhe me thonë, kjo është një nonsens, po këto janë normale, kur jem publik të ndodhen. Dhe definitivisht që përcaktimi em ka qenë, unë minimumin fillim e kësha dhonë jetën për te, po dikur e kum pa që s'ka nevoj me dhonë jetën, sepse ti dush me qenë me te. Por nuk e mohë këto, por unë e tash kam një ndjesi shumë ma racionale për Rugovën. Normalisht që kam edhe emocione dhe një nga ato është edhe arsyeja pse unë në situata caktura e mbaj një shall dhe kjo simbolizon punën time dhe rikujtimin e Ibrahim Rugovës dhe nderim për te, por unë nuk du publiku tani të më kuptoj si një njeri që unë e qaj dhe vajtoj për Rugovën, pse a i ka ndru jetë dhe unë e kam bo një aktivitet për to. Jo, do të në mënyrë qytetare më vësil, Rugova ka përfundu misionin e ti, a i ka bo një punë dhe një vepër dhe kalon një aman, një histori, dhe është një pasoni e shekullit kaluar, e ruzullit toksor, e lemo e shqiptarëve, sepse definitivisht Rugova, edhe me popularitet, po edhe me vepër, krasot ose është radhit në kras figurave shumë të mëdha, që është Skenderbeu, që është Gandhi, që është Nana Terez, që është Hasan Prishtina, Adem Jashari, por edhe figura tjera që kanë lënë vepra me popularitet. Rugova, pos që shquhet me vepra të mira dhe aktivitet të mirë, edhe i popularizumë. E popularizume sot në botë është Rita Ora, popularizume është Era Istrefi, është Bibi Rexha në Amerikë, është Dua Lipa, e tjera, do me thonë, me fjalë tjera, personalitetet e tilla e marrin një epitet dhe dalin nga subjektivizmi i një personaliteti që vetëm duhet të adhurohet, ai duhet edhe të kritikohet, duhet edhe të vlerësohet, dhe unë i ndodhur afër ti emocionin e mbaj për veti, por në publikisht nuk e shfaqe, dhe këtu është një keq kuptim me publikun. Këte që thatë ju, çështja e jetës, Rugovën e ka ru ideja ti dhe Zoti. Unë kam qenë një njeri që të kom zavencu tyja, ato. Dhe më thonë, nuk kanë mujtë gjithë me qenë aty. Dhe kjo më bënë munder, por definitivisht Rugovën duhet me njoftë. Ma mirë është me njoftë se me dashtë. Zotër Merov, si përmendët shallin, është shalli të cilin e kam bajt presidenti Rugova? Duna me pranu, kjo nuk është ai. Është një shall tjetër, unë e pata në disa paraqitjet mije, sot atë nuk e mora, por është si simbol që në një mënyrë e evakuoj ose një shenjë nderimi për Rugovën. Pse presidenti Rugova e mbajtja shall? Aje ka mbajt shallën dhe për këte ka qenë një ripytën dhe aje ka spjegu këte, por e ka spjegu herët dhe njerët mandej ka ndërtu edhe fantazma rreth kësaj. Rugova shallën e ka mbajt si imazh, fillimisht, le të themi. I ka pëlqy, se ka qenë një lloj, le të themi, në krim të ri, po duhet më kuptu drejt një farë bohemi. Dhe definitivisht e ka përfaqësu një rrymë të re intelektuale në Kosovë.
Dhe si till, thu se edhe imazhin e ka pas pak ma të veçantë. Ju e dini ka pas syza, do flok gjata, ka qenë, dhe shalla e ka komplementu ato dhe imazhi ka qenë në një mënyrë një farë proteste ndaj ndoshta rrjedhave që kanë qenë. Dhe me kohën, ai edhe është nga Rugova, dhe Rugova si region e ka shallin, po shallin tjetër, por ky ka marrë një shall modern, kur kësaj ja shtojmë edhe Parisin, që ka qenë në specializim në Paris, dhe Parisi ushquhet me modernitet dhe mod për shalla, skarfce e këto brendet e modës, atëra ai ka thonë pak e kom nga Rugova, pak nga Parisi. Por e ka dhe një të tretë, që është pak a shumë ndoshta ma private, që unë po e them këtu, Rugova ka qenë që thojnë këta të Shqipërisë të jugut ka mërdhif, ose ne që thojmë ka nirth, ka qenë, ka pas një shëndet që ka bo pjesë në grupin e njerëzve që narthin. Dhe ai, do me thonë, edhe në gusht e shpeshere ka mbajt shallin, se një muj në vjet e ka hjek, kur ka qenë vap. Por kohën tjetër e ka mbajt pak edhe për shkak të kësaj vetije që ka pas që kanë nirth. Por në asnjë mënyrë që ka pas, se njerëz kanë mendu më s'ka ndoj shej, më s'ka ndoj gjurë, më s'o për rupi i fytit. Por edhe tjetëra është, kjo është spjegim teknik, por është edhe një spjegim tjetër, që ai në një mënyrë, nashta në mënyrë shumë eksplicite, që ka thonë, ka qenë një farë simboli, ose simbolizimi i një okupimi, le të themi, dhe në momentin kur është çliru Kosova, ai definitivisht shallën e ka qelë, s'paku nuk e ka pështil fort në për fyt dhe ka qenë edhe këni një... Do të këto janë ato simbolikat e Rugovës të cilat, po. Zotëri Merovci, me 3 fjalë, si do të mund të përshkruajmë figurën e Rugovës? Rugova ka qenë një dietar, një orientus. Nëse titulli i librit është Hap me Rugovën dhe po e lojmë librin anash, se s'ka marrë këtu me promovu se me fol, unë pi përmendit 3 hapat Rugovës në shumë shpejtësi. Hapi i parë është thyrja e mitit serb mbi Kosovën. Definitivisht serbt dhe pjesa më e madhe dhe kryesisht fshatarësia dhe kjo shtresë që e përmban mbi 60% popullit serb ka qenë në raport me Kosovën i zhytën me elementet një mitit ndaj tij. Dhe Rugova ka qenë i pari që mas shumti këtë mit e ka thyer. Një. E dyta është çështja e orientimit pro-perëndimor. Ne gjithë shqiptarët në Ballkan jem me orientim pro-perëndimor, me babgjëshe babes, tërgjëshe këta diju. Ne vetë thonim ku prek rusi nuk bin bari. Por me gjithate orientimin e plot dhe këtë energji pro-perëndimore, orientimin ja ka dhonë Rugova dhe këti thojnë dietar, me dijet veta. Dhe e treta, rujtja e qenjes njerëzore. Mos harroni se nuk dvyn toka pa njerëz. Dhe po të hapte frontin në vitin 92, 93, 91, në fillet ku Serbia kishme i kallëzu krejt Jugosllavisë, që qeqa ju gjonë nëse lëvizni, unë mendoj që Rugova i mban meritat e shmangjes të ati konfliktit. Unë nuk do të thëmë tani që Rugova ka marrë konfliktin me dorë dhe ka gju Slovenijën, Kroacijën, Bosne, dhe është knaq, pëse së ka bo lufta ati e u bo dikon, jo, nuk them ashtu, por definitivisht me mënyrën aj qysh ka udhëhec dhe ka majt popullin, por në anën tjetër ka punu në mënyrë aktive, edhe me rrethin, edhe me njerëz tjerë, atëre definitivisht Rugova e ka ru qenjen njerëzore. Dhe këtë rrugtim ti, Rugova i ka bind edhe burshtetas tjerë. Burstetasi i parë, në një mënyrë, jo që e ka bind, po që e ka pa dhe ka qenë ish presidenti Kiro Gligorov, jasoj kohë që ka qenë i nomenklaturës ish Jugoslave. Gligorovi ka pas një respekt të atashëm për Rugovën, edhe Rugova për Gligorovin, por Gligorovi e ka respektu Rugovën si intelektual dhe si një dietar dhe paqësor. Bile, i ka thonë njëherë Grigorovi Miloševićit, takoj e Rugovën, sepse unë po e takoj, sa po vjen ka shkupi për medalë jashtë, nëse dënë diçka me mësu prej ati njeriu. Dhe Gligorovi këtë e tregon këtë ngjarje në Vodno, kur kemi qenë në një takim, dhe thot, kështu i thash, 6 muaj tasëm ka folë Miloševići, o hidhrue pse i kom thonë kështu. Dhe normalisht që Gligorovi nuk e ka pas një motiv, le të themi tradicional ndaj Rugovës që me pas atë mendim, po e ka krijuar. Dhe definitivisht Rugova është një dietar, ose një, tani mund t'i thonë edhe me këto termat,
konvencionali, një udhëhec politik i Kosovës, por udhëhec edhe jetës të Kosovës. Ne themi veç e ka proklamue çështjen e Kosovës. Jo, në Kosovë në këtë kohë, në 10 vite u zhvillu arsime që ne pe harrojmë. Mos të harrojmë që politika dhe nomenklatura krejt organizative e dalë për një lëvizje që quhet TDK dhe edhe lëvizjeve tjera, edhe grupeve tjera, dhe njerëz, dhe kryesisht edhe diasporës e ka marrë arsimin një popull që arsimohet, shuhet dhe vdes. Dhe në këtë kohë Rugova ka qenë krye edhe të arsimit. Rugova ka qenë krye të shëndetësisë, mos të harrojmë që kanë qenë të organizuar çështjet, mjekësit, departamentet, kirurgjit, lehonit, në atë kohë. Mos të harrojmë që edhe jeta kulturore është zhvillu, në çato rrethona që ka qenë. Dhe përgatitjet, pse jo edhe ushtarake. Kështu që mos mendojmë ne që Rugova ka qenë paqësor, dhe ka qenë rruga ati ka qenë paqësore, por nuk është Rugova që e ka përjashtu luftën dhe mundësin. Bire i pari e ka paranajmëru luftën në vitin 1989, në një intervjist donën Der Spiegel dhe sot ekziston. Gazetarës njoftun dhe të madhe Renata Flotau. Zotër Mirovci, padyshim presidenti Rugova ka qenë një ndër presidentët të cilët atë baraspeshin e asaj ative viteve të krizës e ka menaxhu, ndoshta mund të themi më së miri. Mirë, po si ka qenë artikulimi do thotë i çështjes shqiptare vis-a-vis do thotë interesave ndërkombëtare. Thatë që ka pas një vizion pro-perëndimor. Tregom si ka qenë ato marrëdhëniet me burrë shtetas do thotë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Shteteve Evropiane kështu me radhë. Rugova ka qenë udhëhec kryetar i Lidhjes Demokratike. Në vitin 92 zgjedh kryetar i Kosovës me vota të lira, me komision qendror zgjedhje, me vëzhgues të huaj, por në zgjedhje të cilat nuk janë pranuar ndërkombëtarisht. Ne këtë e dimë. Por Rugova si figurë, si personalitet, me veprat e tij ai e ka dëshmuar veten që e ka atë legitimitet dhe është prit gjithherë si burgshtetas. Duke qenë kështu, Rugova edhe zyrtarisht ka përfaqësu edhe interesat, zyrtarisht do me thonë, të gjithë shqiptarëve në Jugosllavi. Pse? Ka qenë kryetar i një këshilli koordinues të gjitha subjekteve politike, partijake në Jugosllavi. Siç ka qenë Partia për Prosperitet Demokratik në Macedoni, PDV Masandej një tjetër, siç kanë qenë disa në Malzi, në Lugin Preshevës, edhe disa tjera në Kosovë. Dhe ka qenë një këshill koordinues i dhe ky këshill ka vepruar, bile ka pas edhe vendime. Bile një nga vendimet ka qenë dhe ekziston edhe sot dokumenti i njoftimit kur PDSH-ja që ka qenë atëherë në parlament të Macedonisë ka bënë një refuzim të marrjes pjesë në një referendum Macedonisë, sepse çështja shqiptare nuk ka hyrë si çështje, le të themi, konstituive, ku ta diun. Pra ka funksionuar dhe si i tillë Rugova e ka pas targat, le të themi, ose e ka pas autorizimin që ti përfaqësoj shqiptar gjithandej. Dhe kjo e ka bërë Rugovën, si me thonë, një njeri që definitivisht perëndimi ka llogaritën te si një njeri dhe një aleat për rrugën e tij. Rruga e Rugovës ka qenë e vetmja për krahun prej, le të themi tash, Amerikës dhe Evropës. Dhe kjo është thonë dhe është dëshmu. Se cila rrugë tjetër nuk kish pas përkrahje. Dhe Rugova në këtë përkrahje është mundu me nxirr maksimumin. Bilaj nuk thoj ke maksimumi, ai thoj kjo është zgjidhje dhe optimumi është pavarësia e Kosovës. Kurse vendet tjera të drejtat dhe elementet konstituive. Rugova ka pas karshi popullit vetë dhe njerëzve dhe në këtë këshill politik jo shumë përzirëse në punë tyre. Fjala vjen Rugova kur nuk ka bënë ndërhyrje drejt për drejt në partitë politike në Macedoni. As në Presheve, Bujanovc, Lugin Preshevës, as në Maltezi. Kanë pas takime, jonë organizu takime, po gjithëherë ka thonë, ju jeni faktor atje, me punën e ju faktorizoni dhe ju vleni qatë sa mundeni mu faktorizu. Ndonjëherë është kritikuar pse nuk ka qenë pak më këmbgulc ose nuk e ka bëu ato sepse si metodë, si mënyrë e ka ditë që kjo është rruga më e mirë. Dhe karshi perëndimit është pa si një udhëhec i moderuar dhe që po udhëhec një politikë racionale, por çmimin e ka iracional. Dhe çmimi ka qenë pavarësia e Kosovës. Pse sot Rugova shquhet si babai i pavarësisë? Edhe pse fjala vjen zyrtarisht nakt, nuk ka marrë pjesë ose ka ndru jetë. Sepse në krejt e cejaket e tina, po flas në dekadën para luftës, se mas lufte ka qenë një periudhë tjetër.
ka qenë njohja ndërkombëtare Kosovës me statutin me Kombet e Bashkuara, institucionet e njoftuna dhe i dim ato. Por një pavarësi që është qenë siç ka ndodhur në vitin 2008, dhe më thonë Rugova s'ka qenë në jetë. Dhe pse sot me plot gojë ne duhet mi thonë babaj pavarësi. Sepse ky njeri shpesh herë në Kosovë dhe në region ka qenë i vetmi dhe të gjithë kundër tij në vizionin dhe vin e tij për pavarësi. Dhe kjo dul që ai ka udhëhes një ide fitimtare. Edhe në vitin 98, në takimin e fundit me Clintonin, Clintoni ka folë për pavarësi, për autonominë të Kosovës. Dhe ky prapë ka menaxhu edhe çat ofertë dhe gjithëherë në publik ka thonë zgjedhja më e mirë është pavarësia e Kosovës. Dhe ai tok fjalë shiti dhe krejt parashikimet e tij kanë dalë. Tani më i marrë dhe këto që kanë teknike. Autostradën Rugova në vitin 92 ka parapo 93 ka bëu projekt në Bashkinë Evropiane me lyp fonde për me bo, dhe i thonë të Prizren Lezhë. Ajo sot është realitet. Rugova i pari ka thonë administrim dhe protektorat në ndërkombëtar, kur gjithë qeshnin. Dhe kjo ka ndodhë. Rugova ka thonë NATO-ja për sigurime ardhë, dhe kjo ka ndodhë ka ardhë. E tjera, gjana tjera. Tani, Rugova ka paralajmëruar edhe antarësimin e futbollit, kur i vetëshin futballerat në takime. Dhe futbollistin më të dashtun vendore ka pas Fadil Vokrën, kurse të jashtëm Michel Platinin. Edhe takimet që ka pas me Vokrën, se ka pas një marrëdhënie të mirë të afërt me Vokrën, pak edhe në sajët miqësisë time që kam pas edhe kam me Vokrën, edhe në kohën atë kur lujke Vokrë edhe jashtë në Turqie, në Francë, dhe në takime thoj ke ne do të antarësohemi në FIFA dhe në UEFA që fjalë që njerëzit dilshin nga takimi duke qesh dhe thoshin qa ky njeri që po na trego pralla dhe ëndra. Por fjalët e tij dhe strategjia e tij ka qenë afat gjate dhe fjalët e tij sot po dalin. Rugova nuk ka qenë profet, por ka pas rrezatim profetik. Ai ka qenë njeri i thjeshtë, por ka pas vizionin, e ka pas idenë dhe rrugën deri te atje. Unë mendoj lufta e vërtet është që nuk mund 100% të atribuohet Rugovës në sensin e një marrje në dorë dhe të komandës të saj. Po mos harrojmë që Rugova ka përgatitur terrenin për këtë met që quhet Plon dhe ka qenë i njoftuar dhe i informuar dhe në udhëheqje edhe të këtij fenomeni që ka ndodhur dhe definitivisht komplementimi i luftës të armatosë dhe politikës që ka udhëheq ka pru në kohën ku jemi nesër. Zotër Merovci, po kthehemi prapë te vitet më të vështira. Së dhe asaj dite ende përflitin ato takimet me Slobodan Miloševićin. Tregom sa takime ka pas gjithsej, do thotë Rugova me Miloševićin dhe si ka ndodhur takimi gjatë kohës së luftës. Disa elemente të cilat ndoshta nuk i dim. Çështja e takimeve me Miloševićin mundon dy aspekte. Asnjë takim me Miloševićin nuk ka qenë me një vullnet, le të themi, edhe politik, jo. Lemo personal që hiç, po edhe politik jo. Por megjithatë dallohen dy takime të tij. Takimi i parë në vitin 98 mas betejës të Rekazit, që është zhvilluar dikon në maj të vitit 98, ku ka marrë pjesë një delegacion në krye me Rugovën, ka qenë Femi Agani, Mahmud Bakalli, Veton Suroi, Pajazit Nushi. Dhe ky takim ka qenë i sponsoruar nga amerikanët, për mos me thonë i iniciuar edhe nga Holbrooku e nga Clintoni. Dhe pas këtij takimi nuk ka qenë kusht, por i ka paraprit takimit me Clintonin, po flasim për vitin 98. Dhe dihet, këtu ka qenë një veprim, një takim, një gjest, le të themi, që shqiptarë domethënë po pranojnë mu të taku me një edhe okupator, edhe një njeri që po vrete na ka daje për shkollave, na ka qit jashtë, po na torturane, s'po na i lën drejtat natyrore, që jemi me u taku, por për t'i tregu okupatorit. Për t'i tregu dhe dëshmu, sidomos Bashkisë Ndërkombëtare, se thash, ky ka qenë me ndërmjetësim amerikan dhe kjo dihet publikisht. Por nga i takim jo dine që kur fa rezultati s'ka. A di që ka rezultat dhe që ka të mira, që shpesh që ato fotografi përzihen me një takim dytë dhe dalin, thojnë Rugova në kodë bombardime o taku dhe ka qesh në Miloševićin. Dhe më thonë dhe nëse mund të themi propaganda këto e përdor. Shkojmë atutje. Në kohën e bombardimeve, kur Rugova zgjodhi me najtë në Prishtinë, dhe më thonë, definitivisht përcaktimi i tij ishte me najtë dhe tha, une kam shku i vetmi nga bashkëpunëtor që kam ndajt me te. Dhe kam pyet dhe kem diskutu. Po bëhet luftë, kjo është një rrëmujë e madhe, ne mekanizma nuk kem për mbrojtje. Çka po bëjmë? Ai më ka thonë, Adnan, unë kam vendosur me ndajt këtu.
Kom thonë, me qenë se ke vendos me ndajt tu, dhe unë 10 vjetë me ty, duhet më pranu tash në shtëpi me ndajt me ty, sepse mos ka lëvizje në për qytetin e Prishtinës. Unë edhe ashtu në shtëpi kom qenë prezente me ekipe, me shërbime, me protokolle, se shtëpina në Velani ka pas edhe rezidence, pritje, aktivitetin kove të fundit, aty e ka bo, por në dhomë me najt me te, duhet me marrë një leje, paka shumë. Tha Adnan, është zjedhja jote, unë ka marrë fëmijët edhe kom shku atë. Dhe na ka ndodhë ajo që na ka ndodhë, na ka hi policia dhe ushtria, gjanat që dijen mo dhe jëmë tonë. Të nesërmen, na kanë ardhë dhe na kanë marrë pa na pytë. Më dhonë, më stem tash simbolikisht përveç që na kanë kapë, rrugohën fati ka dësht që edhe mu, se mu kanë mujtë mësë më marrë, po kom pas fati edhe për këto gëzona, që edhe unë dhe rrugova nuk ka shku vetëm, sepse atëre ajo kështë qenë një debakël për mu, një shkatrim, një mare vetëvrasja e mirë, po qysh mu vrase, se edhe mu vra në situatë, edhe mu vetëvra është problem. Fati ka dash që edhe mu më kanë leju, me shku me te, dhe ka qenë një takim, do me thonë pjesën e parë s'ka marrë pjesën e, mandej më kanë thirë, ka qenë një takim, do me thonë, jo i vullnetit tonë, ne jemi deklaru që ne në këtë vendim nuk marrim pjesë, nga këtë takim s'ka asgjë. Ka qenë ma tepër një takim që Miloševići ka dashur me përdor për propagandë, me shtrydh, ndoshta edhe me vra politikisht, sepse e dihet mandej çka është thonë, është folur. Por definitivisht rrugova as përpara, as në takim, as mas takimit, çështjen kombëtare, çështjen shqiptare, çështjen politike nuk e ka përzi me atë takim fare, domethënë në asnjë mënyrë. Ai ka thonë jam një mish i gjallë, ti ke hyrë në luftë me botën, plotësoj kushtet që po t'i thot bota, edhe të çlirohem te tonë. Në asnjë moment, në asnjë sekond rrugova s'ka kërku ndaljen e bombardimeve siç i veshur. Le të del dikush dhe le t'i qet këto gjëra. Domethënë kjo s'është e vërtetë në asnjë mënyrë. Takimi ka qenë tani a është i dhënshëm takimi. Normalisht që neve më na rre, më na rraf me dhunë dhe më thonë e tash e ja s'ka ndodhur. Por dhuna ndaj një personaliteti që ka qenë rrugova është diçka që nuk shkon. Një intelektualit, një njeriu turt, nuk mund të thuhet nuk fjalën dhunë. Por ai ka vërejtë që s'ka rrugdalje pa shku dhe në mes jetës dhe vdekjes ne e kemi zgjedh jetën. Por edhe vdekjen me pas zgjedhëm s'di qysh vdes njeri e me thonë s'po vi kur nuk të pyet merr edhe prek në krah edhe të thot hajde. Domethënë. Kjo është se e di që edhe shqyqus dojnë mi ditë edhe detaj. Kështu që nga këtë takim absolutisht bile unë nuk më thonë që ka fitu Rugova. Rugova ka humbë personalisht. Ka mujtë edhe çështja pak mu zbe, edhe në raport me njerëz që kanë folit, po koha dhe ka dëshmu dhe dëshmia ati në Hagë i ka zbarë, këte se ma pasqyre se Haga ka qenë një medium, një vend për Rugova ku Miloševići krejt vënerin e ka nxirë jashtë. Që ka pas mo meru Miloševići për jetë, ase për vërë në raport me Rugovën, se Haga. Dhe në Hagë jëmë pa krejt gjanat që shka ndodhe të kam. Zotër Merovci, cili do të këshit vequ si takim më interesante cilin e ka pas presidenti Rugova me doj figur eminente? Tani këtu shquën, takime të mëdha dhe interesant, definitivisht takime ma i rëndësishëm edhe ma i madhe, ma le të themi, i fuqishëm ka qenë takime me presidentin Gligorov. Takime me presidentin Clinton, fani, ka qenë takimi me sekretarën Albright dhe sekretarët e shteteve, por ka pas edhe takime tjera që ndoshta në shiqim të parë nuk mund të cilësohen si takime ultra supreme, por ka qenë edhe takime me Turgut Özal, ka qenë takimi i parë me një burgshtetas në vitin 92, masi që Rugova, dhe më thonë, është zgjedh president. Mandej ka qenë takimi me Papa Vojtilën, pranimi audiencë disa herë në fillim që e ka legjitimu dhe popularizu Rugovën, si do që tjetë. Ka qenë takimi me presidentin Gligorov, sepse po flasim për lider dhe udhëhec dhe që thojnë anglisht kontrapart, dhe më thonë, të tyre, dhe ka qenë fjala vjen takimi edhe me njerëz të mëdhaj të botës, le themi, akademike, të njerëzve që Rugova ka takue Dalai Lamën, Rugova ka takue Jerry Joycein, Rugova ka takue
ka taku Shumë Andrea Glucksmann, një filozof të madh francez, e tjerë që tani edhe memoria nuk po mi qetë për momentin. Zotër Merovci, takimet të cilat i keni pas me presidentët, do thot, ose me udhëhecit e ish Republikave Jugoslave, si ka qenë vullnetit e ato para ndarjes, po flasim të Jugoslavijës edhe gjatë procesit ndarjes? Si kanë qenë ato vullnetet e këtyre? Ose udhëhec rrugova taku me presidentin sloven Milan Kuçan, para mas, me presidentin Tuđman, me presidentin e Bosnjakëve Alija Izetbegovićin, me Kiro Gligorovin, jo me këta Malazes. Më thonë, do shtat vetë me të kam betë që s'ka pas rast. Se tani, koha takimet ka qenë ndryshme. Ka qenë para, disa kanë qenë edhe para lufte, disa vullneti kohë për ndarje ka qenë tek të gjithë tani, një lloj? çështja e ndarjes e vërtetë është që ka qenë. Shpartallimi i Jugosllavisë ka qenë një synim, pse mos më thonë edhe i Rrugovës. Sepse unë e thash, çmimi i tij racional ka qenë pavarësia, po ai ka thonë nëse prekën kufit e jashtëm bashkimin me Shqipëri. Pra është e vërtetë që Rrugova se ka para pa bashkimin me Shqipëri. Si opcion, dhe ekziston opcioni i dalën, domethënë, i dalën edhe prej këtij këshillit të koordinues të partive politike si vendim i nënshkruar për Rrugovës 3 pikësh, domethënë. Dhe synimi ka qenë, domethënë, edhe mos them tani dëshira, se këtu s'o punë dëshire, po si strategji, sepse ne po flasim për kohën e gensherizmit, dhe gensheri ka qenë ai që i ka parapri shkatrimit ose ndarjes të Jugosllavisë me favorizim të Kroacisë, dihen këto slovenisë këta dihen. Por në këto takime, gjithë Rrugova o konë një aleat i mos themi tani shkatrimit, po vendosjes të këtyre gurëve secilin në vendin e vet. Por nuk kanë qenë vetë 6 gurë në Jugosllavi. Kanë qenë ma shumë, se ka qenë edhe Kosova dhe Shqiptarë, por më stonë tani edhe Hungares në veri atje, po a mund të krahasohet çdo i 4 ushtarë me qenë Shqiptarë dhe ne me qenë në Serbi. Nuk po dënë në Serbi, Slovenia, Kroacia, Bosna, Mali Zi, e Macedonia po dojnë Shqiptarë, çka i detyron. Kështu që në përkohën, kur po flasim, definitivisht Rrugova ka pas përkraje, por ka qenë edhe një njeri që ka dhonë edhe mendime me këta. Domethënë, secili burgshtetas i Jugosllavisë që e ka taku Rrugovën, e ka trajtu me respekt. Mund të them vetëm një është që ta dallon pak dhe ai është presidenti Tuđman, sepse Rrugova sepse ai 2 herë provoi dhe në takimin e fundit unë kam qenë prezent takim në insistimin e tij të hapjes të frontit jugut, por Rrugova domethënë nuk e pranoi atë dhe në mënyrë elekuente kështu u shmang nga krejt ajo sepse ai thonte dhe u pa sepse ai boni masandej marrëveshjen Karađorđev për ndarjen e Bosnës me Miloševićin. Dhe merreni me mend me çfarë njeriu pas kim pas, edhe pse meritat e Tuđmanit për popullin kroat dihen, nuk ndërhyj aty, por në raport me neve nuk mund. Dhe e fundit trajtimi i shqiptarëve në Kroaci mas këtyre ngjarjeve. Dhe kontributi i shqiptarëve edhe në ushtrinë kroate. Çka mundesh me thonë ti për Femilla Drovcin, çka mundesh me thonë ti për Bekim Berishën, Aben, kontributin. Dhe shumë tjerë, se ka dhe tjerë që ka ndonë në luftën. Dhe trajtimi shqiptarëve ka qenë shumë i zbet, bile diskriminues. Po flasë për kohën dhe masandej, tani është Zotër Merovci, po kthehemi te lufta dhe konflikti armatosur në Kosovë. Si e menaxhu, do të thotë, në atë kohë atë valin, atë fluksin e refugjatëve të cilët shqiptarët janë mësuar në Shqipërisë dhe Maqedonisë? Si kanë qenë ato takimet, Çështja ju dini që kryesisht ky fluks ka fillu pak para bombardimeve dhe sidomos mas bombardimeve. Ne prej Parisit ku nënshkru marrëveshja Rambujës dhe që ke preteksti zyrtar për bombardim ishte 24 mars dhe ka qenë ditë e diell. Të mërkurën 21 mars. Të mërkurën me 24 mars në ora 8 ka ra bomba e parë. Dhe pas kësaj bombe, le të themi, ka qenë e parapri dhe ma herët, se lufta s'ka fillue me ditën e bombardimeve dhe ma herët. Por bomba e parë ka qenë si shkas ose motiv, le të themi, ose si shtytje për atë krizë humanitare që ndodhi dhe çështja e deportimit. Qëllimi i serbëve ishte me i shfrytzu bombat e NATO-s dhe me pastru Kosovën. Dhe me jalon këshe NATO-ja po i përzend. Dhe kjo ka qenë, dhe kjo nuk i shkoj. Keni pas takime me udhëhecit e Maqedonasve dhe Shqipërisë, në thotë për hapjen e kufive, atër është banje? Qartë, është folë për me Shqipëri mos flasim se ka pas dhe në baza mas shpeshta,
po ka pas komunikime. Ju e dini që Gligorovi ka qenë paralajmëruesi i parë i korridorit për refugjat. Dhe kur ka fol Gligorovi, të gjithë ja kanë marrë me thusë ai, po e don ato, po e inicon dhe po i paraprin asaj. Aje ka parapatur, ne duhet të jemi sinqertu. Dhe normalisht që ka pas, por Rugova gjithër ka qenë njëri që atë çështjen e krizave të mëdha është munue me menaxhue paraprakisht duke e propagandu një rrugë të mundshme dhe që është ma paqësore. Dhe definitivisht çështja e lëvizjes njerëzve dhe e deportimit dhe vrasjes tyne, ne duhet ta pranojmë. Ka pas familjet të likuiduara, të shkatruara, të masakruara, të papajshme, nuk flas, bile as nuk po i flas për masakrat që kanë ndodhur, edhe si pretekst që i luftës e Qirezit, e Likoshanit, e Rëzallës, e Izbicës, për në prekaz jose, në prekaz ka pas masakr, në prekaz ka qenë një luft, një betej, dhe prekaz jo, diçka tjetër duhet me uveque, dhe deportimi njerëzve dhe vrasja edhe atër. Por në kohën e bombardimeve, janë vrarë njerëz, por janë për masa që shkanë mujtë. Se qëllimin, se e kanë ditë që Haga i pret, se vonë mo për me i vra krejtë shqiptarët, hajde pra ti deportojnë. Por ne jem të vetëdijshëm tani nga kjo distancë, që ajo, a ndalimi kufinit, pse jo ndonjëherë edhe nga Macedonët, dhe grumbullimin njerëzën nuk ka qenë asgjë tjetër veç forcimi argumenteve për ta bombarduar Serbinë. Dhe mos harroni që NATO ka pas goxha të lashe rreth qëndrueshmërisë bombardimit, se ka pas edhe kundërshtar. Por Blaca dhe Stankoveci kanë bo që momente të caktuara, dhe unë mendoj që roli i Maqedonisë në këtë aspekt ka qenë kulminant dhe shumë i dobishëm. Cila do t'i veçoni një ngjarje më interesante dhe një më të dhimbshme gjatë këtij rrugtimit? Ngjarja më e veçantë ku Rugova është gëzu si fëmija, që s'ka mujt me mshef, gëzimin ka qenë bomba e parë në ora 8 mërkurën me 24 mars 1999. Do të thonë, nuk ka pas ngjarje për Ibrahim Rugovën më të kënaqshme. Ajo gëzu edhe momenteve tjera, nëse mund të thonë. Momenti më, le të themi ndoshta i dhrues, kryesisht ka qenë rastet e vrasjeve të njerëzve. Nuk mund të them tani që se i kam parapri masakrat e ndryshme dhe vrasjet që kanë qenë Likoshan, Prekaz, Nizbice, këto që i përmenda, por duna me pranu që atë ndjesin më të rënde ka pas me rastin e vrasjes e profesor Aganit dhe një bashkëpunëtori i tij të afërt, ku ne kemi qenë në Itali dhe unë jam kon njeriu që ja kam komunikue informacionin për vrasjen e Aganit, sepse i pari arrita me kuptu edhe nëpërmes çarqeve zyrtare italiane. Zotëri Merovci, kemi shumë për të bisedu. Me juve jeni, do thot, një pasuri kombëtare, unë kisha me thënë, për shkak se keni në memorinë tuaj shumë ngjarje interesante të cilin i keni kalu bashkë me presidentin në Rugova. Mirë po, ne si emision, do thot, kemi vetëm një orë hapësirë. Unë t'ju kisha falenderuar nga zemra në emër të gjithë redaksisë Gjuhës Shqipe këtu në Televizion Nova që gjete kohë dhe erdhe na vizitove neve dhe na rrafesh përse afër me gjithë këtë histori që keni kalu me presidentin Rugova. Faleminderit shumë, unë e di që kur moderatori e mbyll mësafirin nuk duhet të flas, e di mirë këtë moment, po unë do të flas edhe ju pastaj si doni bënjani. Megjithatë nuk muj pa i përmend disa situata që lidhen territorialisht me Maqedoninë, po me eksponent që krejt e kanë kontributin në këtë, ty fillu prej Nevzat Halilit, e Riza Halimit, e Mendu Thaqit, e djetarit madh të kombit ton, Arbër Gjaferit, e eksponente tjerë, e njerëzve që kanë kontribu edhe në lamin e arsimit dhe ngritjes, por edhe një situatë dhe një moment caktuar që është një shtëpi ku ne kemi ngranë dhe jemi mirë prit për 10 vite, që është shtëpia e Nushi Kërliut dhe zonjës Resmije, që dhe antarëve të shtëpisë, moni me Arjanin, vajza Venera, ku Rugova ka fjetë në dhomën, dhe nusja e madhe e kësaj shtëpie Landa, e nderume, që për 10 vite na kanë ofruar mikpritje këtu, dhe me qenë se ndodhem në Shkup dhe në një televizion, nuk mundem me kalu pa i përmend edhe këto që i përmenda në fund. Ndoshta ne nuk e kemi ditë mirë, po ja erdhë kjo si ajo përmbledhje e bukur. Do të rregoj diçka për librin, me sa morëm informacione keni sjell special në thot për televizionin Nova. Po, unë tani nuk kam pas ndaj mundësi diçka edhe pak si ti e din kur e aranzhum këtë bisedë, nuk jam shkrimtar, as nuk jam i këtij profesionit, po që
produkte kam që më ka met, këtu shkruhet edhe për Macedonin, shkruhet edhe për presidentin Gligorov, ka dhe fotografi me Gligorovin. Kjo është në gjuhën shqipe, por unë e kam sjell domethënë televizionit Nova, që është një televizion publik dhe duke qenë edhe vetë në regulator dhe një marrëdhënie shumë të mirë edhe me regulatorin këtu dhe zotin Trajqevski që është në krye të institucioni, që ne bashkëpunojmë shumë ngushtë. Unë e solla një libër në hap me rrugovën për televizionin e juaj në shaj kujtimi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dhe sot jem me datë 20, dhe më thonë kur po bjen. Faleminderit që urna këtë libër e këtë. Faleminderit shumë atër. Të dashur miq, nuk ka moment më të mirë, do thotë për ta përmbyllur këtë emision me një libër, me një histori kaq të madhe, do thotë ish presidentit Rugova dhe të zotëri Adnan Merovcit. Unë ju lë takim të shtunën e ardhshme me musafir të tjerë, me debate të cilat na preokupojnë neve si shoqëri. Deri atëherë, mirëmbëqit.